Procesi i votimit ka shënuar këtë të diel pjesëmarrjen më të ulët historike për disa qendra votimi. E tillë ishte edhe qendra 4507, një proces që është shoqëruar me numër të ulët votuesish krahasuar me vitet e mëparshme. Deri në këto momente, tepër normale, nuk kemi asnjë lloj problemi, veç se nuk kemi shumë votues, në krahasim me votimet e tjera, na duken pak. Por për moment, jo, nuk kemi asnjë lloj problemi, çdo gjë është në rregull. Deri në orët e mesditës është shënuar pjesëmarrje në qendrën e votimit 4507 fraksion 2, si dhe në disa qendra votimit të tjera të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve 86, por gjithsesi jo në ato nivele që duhet ishte. Antarët e komisionit shpresojnë që në këto qendra pjesëmarrja në votim të shkojë deri në 50% në përfundim të gjithë procesit. Po ecën shumë mirë, deri tani gjërat kanë ecur me normalitet, të qetë, çdo gjë fijon sipas procesit. Problematika jo asnjë deri tani. Është çdo gjë në rregull. Pjesëmarrja goxha e ulët, por shpresojmë që e kalimin e orëve të ngrihet. Në qendrën e votimit 4508, procesi ka qenë i qetë dhe pa problematika. Në orët e mesditës, pjesëmarrja ishte në rritje. Procesi deri tani është i qetë, votuesit po afrohen, po votojnë. Pjesëmarrja sa po vjen po shtohet. Deri tani është një proces i qetë. Problematika me pajisjen e infrastrukturës? Jo, deri tani jemi okay. Edhe për qytetarët, pjesëmarrja ishte e ulët, gjë që e lidhin edhe me kushtet jo të mira meteorologjike. Mirë, qetë votimi, kemi patur në shqetësim. Duhet këtë pjesëmarrje. Është detyrim pjesëmarrja apo jo? Duhet qenë sa të shkruajmë në tonë. Unë i pashëm mëngjes pak kanë ardhur deri në orën 9. Tash i mendoj që edhe mund të vinë, se ishte edhe koha e çik kështu e vredor.